Dhe ne duhet me bo atraktive për qytetarët, për me garu për deputet, për shkak se ka rënë jashtëzakonisht shumë interesimi, mendoj, edhe njerëz që kanë integritet profesional, po hezitojnë që të garojnë ose të përfshihen në listat e partive politike. Se pas këm prej këtë tim ku ka rënë numri. Po mendoj interesimi i njerëzve profesionistë. Po e shohim gjithherë më shumë njerëz të estradës, persona të cilët janë vetëm konfliktuoz, zhurmshëm në rrjetet sociale, janë ata të cilët po përfundojnë listat e partive politike, por qytetarët po i votojnë më shumë se sa shumë profesionistë tjerë cilët janë aktualisht në partitë politike. Është edhe çësia e unë që ka ndryshuar çu votojnë. Është një ndryshim i sjelljes votuesve edhe i rrjeteve sociale, ndikimin që ato e kanë. Do thotë ne nuk shohim sot një njerëz të shkolluar, një akademik, nuk shohim një bagazh mbrapa secilit profil, po shohim zhurmën e secilit. Edhe prej intervistave që kemi pasur në këtë punim me vetë kandidatë të partive politike, thonë që ata që janë më të zhurmshëm kanë më shumë gjasa që të zgjidhen për deputet. Sidomos ata që janë më konfliktuoz, të cilët hyjnë në konflikte me rivalët e tyre prej partive të tjera politike, kanë gjasa më të mëdha që të zgjidhen dhe shpenzojnë më pak ata për shkak se e plotësojnë këtë mungesën e financimit me zhurmë. Dhe është shumë e lehtë krahasoni legislaturat e para të Kuvendit të Kosovës, ku ka pas shumë persona me integritet të lartë, me bagazh profesional, dhe këtë e kam pru në shërbim të institucioneve publike. Kurse sot, shumë prej deputetëve, dhe veç shikoni në 2-3 legislaturat paraprake, dikun kanë qenë në mos gaboj 70 deputetë që për herë të parë kanë hapur llogari bankare, nuk kanë pasur asnjëherë tyra tjera për ndonjë veprimtari, dhe puna e parë e bëjnë deputet, dhe vendosin për gjithë netën, miratojnë ligje dhe ta bëjnë rregullimin shoqëror. Kjo është një absurd që nuk ndodh pothuajse askund dhe 70 deputet tha. Aty dikun ka qenë një numër jashtëzakonisht i lartë. Kanë hapur gjiro llogari për herë të parë, se s'kan punu ose s'kan marrë paga dhe s'kan kryer asnjë transaksion bankar.